Hysni Muadri, antari pavarur I kuvendit të komunës së Gjakovës, ka bërë thirrje që me 17 shkurt të protestojmë dhe t'i bashkohemi platformës Liria ka emër, e cila është në mbështetje të krerëve të UÇK-s që janë duke u gjykuar në Hag. Siç e dini, do të data 17 shkurt është data ku është bërë thirrje për protesta apo marsh paqësor në mbështetje të liderëve të Kosovës ose presëve të ushtrisë lehmtare të Kosovës, zotit Thaqi, zotit Krasniqi, zotit Veseli dhe zotit Recep Selimi. Ai thotë se të gjithë duhet të japin mesazhin se UÇK dhe liderët e saj nuk kanë kryer krime. Arsyeja pse unë mendoj pse është bërë kjo thirrje është që të unifikohemi edhe si popull, ta japim një mesazh qartë edhe për gjykatën speciale e për faktorë ndryshëm të cilët e kanë shtyr të bëhet kjo gjykatë, të japim një mesazh që ushtria lehmtare e Kosovës, liderët e saj nuk kanë bërë krime. Ai thotë se ka mbështetje nga shoqata individ dhe parti politike që t'i bashkangjiten protestës së 17 shkurtit në Prishtinë. Besoj se gjitha partitë politike në Kosovë, shoqata, individ me influencë apo kushdo qoftë, do t'i bashkangjitet kësaj proteste, do të bëj thirrje që kjo protestë të jetë sa më masovike dhe përçohet mesazhi me datën 17 shkurt. Të jetë në të njëjtën kohë të jetë fest dhe të jetë një mesazh I qartë për ato çfarë po ballafaqohen udhëheqësit e ushtrisë lehmtare të Kosovës. Muadri tha se do të ketë edhe organizime nga Gjakova nga subjekte të ndryshme dhe individ, të cilët me 17 shkurt do të nisen nga Gjakova për protestat për krerët e UÇK-s që janë në Hag.